Miqtë e Podemekastit, mirë se ju gjetëm. Pas një viti që e lam pas, që ishte me plot begati për ne, po besoj edhe për ju, lam shumë sfida, vështërsi, po edhe me plot suksese e të arritura, po e vazhdojmë Podemekastin edhe në 2026, bashk me Shuaibin. Po kësaj radhe kemi mendu që një fillim të mbar ta kemi me Teutën. Mirë se na erdhët Mirë Teuta. se ju gjeta dhe juve, faleminderit që më keni bërë ftesën për me qenë pjesë e Podemekastit. Dhe një herët ja uroj vitin e ri 2026 dhe ju shkoft të mbar. Gjithve. Faleminderit shumë. Tash varet ç'është llogarit me vitin e ri, se për shumicën është vetëm një ndrym numrave, për shumicën një ndrym datave, jo që është e rëndësishme kush e di se çka llogaritim, po dikush gëzohet se pas çdo 2 javë ose mujt dikujt I vjen rroga. i vjen rroga. Tash dikush gëzohet se fillon sezona tjetër mas 2-3 muajve, secili e llogarit në atë vetë. Spar. Po, ma ky vit i ri është shumicën e rasteve një ndrym kalendarik, një fare refresh, një fare rifillimi. Dyqysh jap Here we me go again. vetës shpresa për një fillim të ri, një kapitull të ri. Milon pas ato ndodhit. Mi marrë të mirat e atij Po. vitit, mi bartë në vitin tjetër. Po, edhe ky vit i ri është një fillim se shumica borxhlive ta kthejnë borxhin vitin e ri. Ama se përmendin cëllën vitin e ri, veç të vitin e Tamam ri. dhe do e zonjë qatë vetri edhe ta kthejnë borxhin edhe ti të fillon. Pastaj jep se tregon në borxh për me të kthyer vetë vitin e ri. Unë e po shpresoj ky vit më kon pak më i mirë. Me risi të reja. Po shpresoj, nuk thash që ka diçka. Po shkojmë të u kompletu, po shkojmë të u përmirësu, po shkojmë të e rrit cilësinë, po shkojmë rregullisht të synu tek ka e mira. Teuta po na kallëzon pak më shumë për ata që nuk të njohin kush është Teuta me pak fjalë. Përshëndetje, unë jam Teuta Mehmeti, arsimtare e gjuhës frenge. Një herët edhe pjesëtare tash e Podemekastit. Gjithashtu jam antare e Bjektiv 16 për një organizatës dhe marr pjesë zakonisht edhe në organizata tjera kur të më ftojnë. Po kështu tamam si antare jam me Bjektiv 16. Dhe me thonë ju jetoni veproni në Preshevë. Po, jetoj dhe veproj në Preshevë. Si mësimdhënëse në shkollë fillore. Po, në Ibrahim Kelmendi. Po. E bojnë landën e frëngjishtës me pasion fëmijët. Në klasë të 5, po, fillon sepse është një gjuhë e re dhe i duket interesant, po mandej me kalimin e kohës në varet. Tashmë që është trend gjuha gjermane, më shumë po anoj nga ajo, gjuha frenge po i duket më e vështirë dhe më e parësyeshme me u mësu. Mirë po, kujt i pëlqen, domethënë e vazhdon çdo vjet njëjtë dhe më shumë i rritet dashnia për atë gjuhë. Po tash varet prej fëmijës. Jo prej, jo. Por nga ana ime zbesoj sepse mundohem çdo herë të bëhet lënda më interesante, sidomos njësitë mësimore çdo vjet janë më interesante. Mirë po varet tash nga vështirësitë që i ka gjuha dhe nuk ka asnjë lidhshmëri, për shembull, sikur anglishtja me gjermanishtën që i kanë, pra nuk i kap shumë lehtë, sidomos te shkrimi ose te shqiptimin e shumë fjalëve. Prandaj ata gjejnë këtë vështirësi. Po s'di ç'them, jo kanë shumë landë dhe më duket që është e arsyeshme që jo krejta landët duhet fëmija mi dashur. Shumica literaturës, sidomos më herët, ka qenë ose është shkruar në frëngjisht, edhe frëngjishta njihet si gjuhë e kulturës, e literaturës. Po besoj që ka mjaft tema interesante që zhvillon në për landë e frëngjishtës, në për libret e frëngjishtës. Ka plot njësi mësimore që japin edhe mesazh për pas mësimi i gjuhës. Po, zakonisht klasa 8 ka shumë mesazhe të mira, sidomos për rinin. Janë tema që preken për shembull teknologjinë, po edhe ana negative, për shembull e internetit ose diçka tjetër. Klasa 5 janë këto njoftimet kulturës, për shembull kulturës në Francë, që është mandej jo vetëm si jetojnë francezët, po
popuj tjerë, domethënë që jetojnë në Francë. Klasa 6 është më interesant sepse mësojnë për shembull për ushqime, për llojet e ushqimet, për llojet e kafshëve, mobiljeve, kështu me radhë. Domethënë mësojnë ma për jetë përditshme që përdoren gjanat. Klasa 7 është ma mësojnë për shembull për jetën e njeriu në qytet dhe çka i mungon dhe çka jo. Mësojnë për shembull si sillen atje kryetarët e komunave, domethënë ka njësi, edhe Domethënë marrin modele të mira. po marrin modele edhe kur të i shefsh, domethënë s'ka kur fare dallimi nga këto. Domethënë dëshirat e fëmijëve gjithashtu edhe atje dhe këto janë pothuajse të njëjta, edhe pse librat janë shkruara shumë më herët, domethënë tash mbran shumë gjëra ka ndryshu. Mirë po, çato probleme që hasen në një mësimore, sot një fëmijë has në preshje. Sa jemi këtu te librat, te këto librat e gjuhëve të ndryshme dhe kulturave të ndryshme, sa përputhen dëshirat e fëmijëve tonë me dëshirat e fëmijëve që paraqiten në libra aty, ose a janë të njëjta, ose a kanë ndryshuar me kalimin e kohës? Varet. Ja, nuk janë shumë të njëjta, mirë po varet. Për shembull, diçka që ka ndodhur në atë kohë atje, po them, libri është i shkruar shumë më herët, ndoshta tash kanë filluar te ne fëmijët me i përjetu dhe gjana, për shembull, jo si unë kur kam qenë fëmijë. Kanë ngjajshmëri, po edhe varet. Për shembull në Francë aty tregojnë fëmijët për shembull çfarë aktivitete kanë, me çka mirren, si e kalojnë kohën e lirë, pastaj kemi sa i përkushtojnë prindërit atyre, se problema të madhe kanë fëmijët për kushtimin e prindërve. Ka qenë një sondazh të cilin është i bërë në atë kohë, edhe fëmijët domethënë e vuajnë këtë pjesë se prindërit nuk janë aq të pranë tyre. Edhe ka qenë një temë interesante, sa harxhon një fëmijë mesatar francez. Atëherë i harxhonte 1000 euro për vit, për vit. Domethënë në atë kohë. Për nevojat e veta. Po, për shembull garderoba kështu krejt. Edhe kur e kombo me fëmijët tan, domethënë ka dalë te një vajzë për shembull diçka minimale, vetëm vera ka dalë 500 euro. Domethënë duan ata fëmijë që janë falënderues sa prindërit harxojnë për ta. Unë mendoj që përgjithsisht me globalizmin që jemi të aprir tash, këta këto gjëna, varet për i kohës tekstit çfarë viti ka, domethënë kur u punu edhe për çfarë kohë, për çfarë gjenerate u adaptu, po çto gjenerata që jemi të i përjetu tash, të i pas tash, edhe gjeneratat e fëmijëve që la mujtë më kohën atje në Francë, tash nuk mendoj që kanë shumë dallim. Pa marrë parasysh Francën, apo të cilin dallim për ndihmë. Nuk kanë shumë dallim se teknologjia i ka afru. Po. Teknologjia ka bërë botën një fshat vogël. Vetë se kanë më shumë aktivitete. Më shumë aktivitete, po, edhe mundësi më shumë. Po, normalisht. Ama për në trend edhe në dëshira edhe në kita këto gjana, më mendoj që nuk dallojmë shumë. Jo, fare. Që të jemi në nivel. Të thashun, kur ke një njësi mësimore për dëshirat që ja kanë shprehë kryetarit komunës, edhe që jo ngrit peticion kundra gjanave që ka dash me bo ndryshime, janë pikërisht të njëjta sikur te ne, domethënë njëjtat probleme, edhe pse tash fëmijët kanë pak dëshirat pak më ndryshe. S'është vetë çështja e parkut, po tash po dojnë edhe gjana pak më shumë. Po dojnë albimallin. A me pas një albimall për shemb. Po. E kam bëni, ka qenë një pyetje për ta, se klasa 7 i kanë vetëm 2 paralele dhe të njëna i pyeta çfarë dëshironi të ndryshojnë në vendin tonë, në një park edhe në dy një albimall për shemb. Kështu të dyja. Edhe normalisht sporte tjera, me u marrë me sporte tjera, po këto i kemi mundësit. Qa me bo? Shpresojmë të ndroj kjo të ne, edhe pse ditë për ditë po paksohet numri i nxënësve në shkollë. Kemi me bo një kërkes atëve që mirën me biznes, me bo një qendër të reja traktare. Po. Edhe pse unë jam ndihmu ma shumë bizneseve të vogla, po edhe ata të mlajt duan me na dhonë mundësi ma shumë. A bisedoni me fëmijët të utë çush janë dëshirat e tyre për dalje, për shëtitje, për ecje, për njohje me vende të tjera, kultura të ndryshme? Është interesante
para se me kry të hënën, ishta te klasa 5 dhe i pyeta çka dëshironi t'ju sjell viti 2026. Dëshira e të gjithëve ka qenë me shku në Dubai. Do më thonë, ëndra e tyre është me shkel Dubai. Disa pak Ndoshta Francë, çokolada me provu Francën o çokolada, Dubai. jo diçka Po, se unë s'ka mendoj diçka që- që në Dubai. unë mendoj që shumica e fëmijëve veç kanë qenë në Evropën perëndimore, Gjermani, Zvicër, në Austri, do më thonë nga qendrorja deri në perëndimore kanë qenë, po disa edhe në pjesë tjera. Tash është dëshira tyre Apo për Dubai. mirë përdorin këto përvoja të ecjes fëmijët, apo i aplikojnë edhe në praktik me mirësjellje, me disiplinë, me përvojë të re. Dëgjoj, shpesh vinë musafer që kanë qenë dikur nxënës të kësaj shkolle edhe ata i tregojnë sakt se çka bëjnë atje, domethënë kur fal dallimi nuk ka. Edhe kur ti flasmi ne sikur atje është më ndryshe, ka disiplinë, po vjen ndonjë shok, pi tregon realitetin dhe ata prapë po vazhdojnë mënyrën e vet. Gjithashtu ata pi dinë shumicën e rregullave që janë në favor të tyre dhe po veprojnë sipas favorit vet, më thonë. A ki pas në mendje ndonjëherë të udhë kështu, pavarësisht të aktive ti vendi, me shku ose me pas shku me jetu me një shtet tjetër, europiana, aziatika, afrikana? Kjo vlen për ditë për mua. Kjo është pyetje që unë ja huaj vetës për ditë, çka jam të bëj këto. Po i duhet dikush këtij vendi, derisa dhe unë vendosi se çka është më e mira për mua. E ki mendu që më arsysh me ma e shëndosha është te Dëgjoj, uta mbrëshellë. Po secila ka atë anën negative dhe pozitive. Tash kur dojmë me shku jashtë, mendojmë për gjëra më ndryshe, më liri, vendi më i madh, ka perspektivë, e gjej veten, nuk ki paragjykime, je më edhe kam ku e kaloj kohën e lirë. Për shembull, këtu nuk ka, këtu veç duhesh me pas një jetë ordinere, shtëpi, mas një pauzë me shoqe, punë, shtëpi, kafe, kjo. Do të thonë një rutinë. S'ke as ku me shku, nga njëherë falë që po kemi kësin që netet e komedijës, ose organizata që po mftojnë për ndonjë aktivitet, vetëm atëherë po mundem pak me dal nga rutina ime e përditshme, ndërsa nëse kisha qenë me një shtet më të zhvilluar, kish me qenë më ndryshe. Kështu shpresojmë, varet atë çka punoj se mund të edhe atje me qenë një rutinë. Po, ata që janë atje besoj që të kuptojnë. Se ka shumë për të me që kanë rutinën pjesë të jetës tyne. Ashtu po thonë një arsimtar të keni shumë mirë se keni shumë pushime. Po, është e vërtet, po kemi nevojë me të vërtet për shumë shpesh. Duhet me pas shumë bonë të pushim. Duhet me pas diçka aktivitete këto gjëra. Për çka me pas të pushim? Po, për shembull, Shoaibi është një arsimtar i ri tash në shkollën tonë dhe ai mund të flas pak për përvojën e re të tij. Për pushimet apo për punën? Dhe për se halo, sa ka fillu me pushimin e parë ka. Jo, s'është kjo është i dytë. Unë më pak punë se pushim. Shumë kom më shumë se sa punë. Në realitet jam ndryshon për një arsimtarit për standard. Besoj se këtë kanë me lyp një qësi punë që ka më shumë pushim se punë. Mbarë se çka kërkon. Vetë se është interesant kjo pjesa që për një me puna e arsimit, puna e arsimtarit, puna e edukimit, puna me rinia, këta këto gjëra janë diçka që t'japin një, nuk janë diçka që vetë se të konsumojnë. Se e shef një farë kontributit të në shoqëri ose edhe nesër në fatgjate kur e shef një unë për vrejt e vetja kur po më shofin arsimtarët e mi, profesorët e mi që ju më këthy edhe une si arsimtar që të si mësimdhën, si qka do koftë, edhe kur unë e kom një historie temën një kita këto i bën ata mundi krenare, edhe të njëtën kohë po mendoj që mas ca vjetëve kur të mërinë gjeneratët edhe unë kom unë likur të arsimtarëve të mi. Edhe kom e pas një farë ndjesie kontributit tem në të nxënësa. Jo çdo kush ta jep këtë përgjigje, për shembull, ka shumica mu më ka ndodhur çka e të bo këto, ti je për ma nalt, je për ma shumë. Në ditën katë, po mendon. Kom prit diçka ma shumë prej teje. E jo këto marrë, me përfundu.
Domethënë kanjherë është ajo fjalia që më tingëllon shpesh në krye se ko mujt me arrit diçka pak më lart. Po fati, ndoshta na si fëmijë nga njerë ja shkruajmë vetes fatin, po ma vonë e kupton. Që të janë shfaqur shenjat e para, po të se ki ditë. Paktën te unë e ka ndodhur. Teuta, emri jot është i njohur të ketë ata që na ndjekin e të na ki ndonjë rrëfim interesant për Teutën, se zakonisht na jemi mësu me pas qera emna, gjenerata jote është e rralla që ka një emër Teutë, flutën kështu. Emrin tim unë e gëzoj shumë dhe jam e lumtur që e kam emrin Teuta. Normalisht është i zakonshëm, mirë po siç po thua ti, për gjeneratat e reja nuk është edhe shumë. Mua ma ka lënë emrin Gjyshi, ati i ka pëlqy mbas të familjarëve të vet, edhe e ka trashëgu te unë. Nuk e ki kompleks diçka me ndrru me punu. Jo. Është tipikisht shqiptar dhe me njëherë identifikohesh se je shqiptare, nuk të pyesin a je nga një, sidomos këta në Ballkan e din me njëherë që ky emër i përket shqiptarëve. Nuk mundesh me qenë ndonjë populli tjetër. Nuk ka Teutë që s'është shqiptar. Veç nëse tash kam filluar edhe shtete tjera, pi pëlqen për shembull ndonjë emër shqiptar ose varet pjandojnë, sikur na që pjandojmë emrat e huaj. Po mirësh me lexim, me muzikë, me të gjitha nga pak. Me leximin, sipas mundësive, kur po më harxojnë librat, po do të pak një pauzë me bo, derisa t'i blej të reja. Se në zakonisht blej 3-4 për një herë, mandej i lexoj, pauzoj, prap blej, kështu. Nuk e marr një libër, po i blej 3-4, për shkak se kam qef me lexu mos me ndërplej vazhdimisht, mandej një pauzë të vogël, tani prap mu rikthyer, sidomos mbaret edhe çfarë libra ka. Presheva asnjëherë në jetën time nuk kam blej libër, zakonisht blej në Kosovë, në Maqedoni ose porosis prej faqeve nga Serbia. Po ndodh edhe kur ka qenë motra në Novi Sad me porosit në një libër ose me blej atje në librari, sepse lexoj në gjuhë të ndryshme, s'është që vetëm gjuhën shqipe lexoj. Pasi për i lexon këto qofshin romana, libra, çfarë do koftë kategoria, a për ki dikon që po e diskutoni? Varet. Për shembull ka nxënës që më kërkojnë kështu si ide, çka na sugjeron me lexu, varet, është me dikon kur e shoh që është me të vërtet një lexues i apasionuar, ja jap ndonjë sugjerim, po varet, kam shoqe që diskutoj, po jo gjithmonë i kemi shijet e njëjta. Unë zakonisht i them t'i largohen librave psikologjik, nuk e di pse. Në fillim duken interesant, mandej fillojnë njerëzit të veprojnë sipas librit dhe kthehen përsëri në origjinë. Kështu që zakonisht që i thom rreni sa më larg temve se nuk e di, nuk është ashtu siç po lexon. Po unë i kam pak shijet pak më ndryshe, më pëlqejnë më shumë i lexu biografitë e rockerave dikurshëm. Domethënë një librat mas shumti që i kam në sirtar. Cëllin na kështë dallu? Për shembull jeta e Janis Joplinit, po i kam John Lennonin, Bob Dylan, Kurt Cobainit, e kam lexuar Jim Morrisonit, po nuk e kam shpe. Edhe e kam Slash, domethënë i cili është ende gjalli vetëm. Po kisha dashur edhe ende. Tash po kisha pas qef me gjetë, edhe pse nuk ish as në Serbi, as në Kosovë, libri i Sinead O'Connor, Rememberings, pra kujtimet. A ka gjana të mira që i kish frydzu prej atyve? Po e kupton që sa vështirë e kam pas jetën, nuk është veç siç ne i shohim në televizor. Po, ajo është diçka veç. Po, edhe secili e ka pas një aventurë të veçantë në jetë. Kam pas një jetë me të vërtet dinamike dhe shef se çka kanë përjetuar në vende tjera njerëzit, si e kanë përjetuar rinin, sa është e ngjajshme me tondën, sa kanë qenë më të pjekë se ti, çka i ka është shumë interesant. A kanë pas përbashkë këta rocker? Po, shumica kam vdekur nga droga.
që për bashkët edhe të famshëm. Të gjithë kanë qenë. Kjo një mesazh shumë i mirë për ata që janë qitë rrugë, Po. se çfarë përfundimi mund me pas. Edhe nëse ke has si lajm ose kështu që e ke po interesant është që secili ka vdek gati në moshën 27 vjeçare. Shumica prej tyre kam vdek qatë moshë, si Jimi Hendrix, si Janis Joplin, si Jim Morrisoni, si plot. Është interesant që vdesin në moshën 27 vjeçare. Është një fenomen, është një zi. Edhe do me thonë shumica për me prej mbidozës. Po, prej mbidosës, të heroinës. Interesante edhe ku e përmende leximin e biografive. Edhe unë që kom lexu biografitë, edhe këto gjëra që më ka ra biografi autobiografi me lexu format e librave, është pjesa që të bën me pa se sa ka mujt me bo dikush tjetër e sa pak bon ti. Shumicën e rasteve me një moshë që vjen jeni përbashkët. Të u të thënë se 7 vjeçare kam vdek ata dhe me një farë mënyrë bota e njeh. Po marr parasysh se çka kanë bo, ata kanë bo diçka dhe bota e njeh. Na e kemi kalu atë moshë shumica dhe bota s'na njeh plesheve. Po, do me thonë, edhe shumicën e rasteve, jo se cili i ka pas mundësit e ga. Do me thonë, e ka pas mundësin aty, të e prit ato për me bo diçka. Po, e ka kriju mundësin ai. Ajo sa ajo, edhe ka bo storin e vetë, e ka bo tregimin e vetë, rrugtimin e vetë, e ka ndërtu kauzën e vetë, edhe e ka ecë punën përpara, edhe tash neve na vjen dorë biografia e tij ose asaj edhe lexoj. Kështu që unë mendoj që leximi i biografive ose autobiografive është një motiv i vetë. Edhe i kujtimeve. Është një farë motivi në veti. Për shembull, e kam lexuar një libër, kështu biografi u kon, edhe tregojke në atë libër e kam kuptu, e kam pa se sa është në gjendje një femër me duru për një kauzë vetë, për një qëllëm vetë. Se tregojke torturimet që ju kanë bu, veç për një deklaratë, me ndërru një qëllëm vetë. Torturimet që ju kanë bu e këta këto gjana, edhe s'ka e këdo. Do të thonë torturimet që nështë një mashkull nuk kish mujt, ose shumë meshkuj në ndërkohë nuk i kanë rezistuar të me torturimet, ajo i ka rezistuar, i ka bo balla edhe e ka qitë kauzën e vetë. Edhe tash bota e njeh ato, e njeh atë kauzën, njeh këto gjana. Kështu që për një men, në për libra, në për biografi, autobiografi, kujtime, këta këto gjana mujt më me gjujt story, tregime që për një men në mahnisin, po edhe në motivu. Një model shumë të mirë për këtë çështje ma kujtove Mosin e Kokolarin, e kemi një model shumë të mirë të shqiptarët, edhe për një gru se çka kam rri me bo, edhe që kam rri me që për para kauzën e vetë, me kret ato vujtjet, me kret ato sakrifizet, kam rri që nësot me njoftë kauzën e Mosinës, edhe pse ka qenë me një sistem këtë ndryshe, qasja sajnë ka depërtu deri sot e na. Është e vërtet këto bota e biografisë, kujtimeve është një ma shumë se një roman, se ka shumë përvoja aty, edhe më kujtu nga kjo që tha tash, unë me zhryp këto të jonja është kujtimet e Qrembej Vlorës, është për mu një libër jashtëzakonshëm, e kom mësu qatë shumë për historinë dhe rrethanat e kohës, të asajnë kur i ka bo e Qrembej ato kujtime, prej kohës shpalljes pavarësisë Shqipërisë, rrethanat e kohës deri më vonë mbretëria, edhe luftrat, edhe shpesh ka mendu se jom të jetu edhe unë atë kohë, edhe rrethanat që shpërshkruan aty është se shpesh mendoj që ka ndodhur dje. Shpesh e shoh që ndoshta për disa punë kemi met aty ku jemi, a për disa kemi jetë shumë përpara, edhe kum kuptu që prej aty kum kuptu që ka pas në atë kohë njerëz që i kanë pas ka 5-6.000 libra bibliotekë private të shtëpia, se na kemi mundu që veç kohëve të fundit kemi mri me pas biblioteka ka një 5-6 libra të shtëpia, e kemi kuptu prej asaj që dikush ka pas 5-6.000 që është vitet e 20-ta, dhe me thonë para 100 vjetëve, edhe pikrit botës grumbullume,
E ndoshta është një porosi shumë e mirë që këto janë disa mënyra për me mrri me e marrë një motiv për me bo diçka ma shumë, për me marrë një model të mirë, për me vazhdu diçka ma përpara. Nështë jo pi librës, po kemi mundësi, s'po kemi kohë, hajde te muzika, edhe muzika e shpesh mesazh të mirë, ka këngë që shkon ai përcjell muzikën ose ndëgjon muzikën, qysh konstant. Prej se zgjohem nga gjumi. me muzikën. Gjithë. Deri të vi. Unë me radion më shumë. Vesh në punë, mo, që nuk shoqëron atë. Në gjithë. Zdi. Është diqysh pjesë e jetës. Çfarë muzike ngon më shumë? Kështu të huajën tonën? Mbarët. Zakonisht edhe të huajën edhe tonën. Më pëlqejnë këngët e vjetra. Po. Ma pak ngarkume. Po. Me këto këngë të reja nuk është se i njoh kështu vetë me marrë mi dëgju. Zakonisht fal televizorit, për shembull kur lëvizin programet ose në kafeni te ne. Se ndryshe jo. Në mënyrë të imponuar. Po, kështu ekstravat jo. Nuk ndodh asnjëherë tonë. Na shtet kanë vesh këto kohëve të fundit që po i bojnë këto këngë me inteligjencë artificiale. Po. Ai fillimisht ai zoni më ka tërheq, më ka doki mirë. Ama kur pe dëgjoj tash tek këtë këngë, çat zo, nuk po më tërheq më ai. S'ka çka më tërheq, ose tekstet e njëjta janë, veç se po i ndrojnë vendet e fjalëve. Andrysh është njeri ku të Po dhe kështu këta që po këndojnë interesant, nuk kanë diçka të vetën origjinale, diçka një përjetim të vetin, një diçka me tregu, po zakonisht as ato sende nuk i bojnë edhe i shprehin këngë, secili gati ka të njëjtin tekst, njëjtët fjalë, veç sa thon, ja ndrojnë vendet fjalëve. Nuk i dëgjoj, shumicën tash ka ndalë plot këngëtar të ri, nuk i njoh. Ata nganjëherë i dëgjoj fëmija ato i përmend, po sti askush jo. Edhe një pjesë e këngëve tash bëjnë remake shumica. Po remake, po i bëjnë remake edhe si me shaf. Po i përzin këngë të gjitha këto gjëra. Ose edhe kur bën këngë tre komplet, tema pak a shumë, s'dallojnë tema. Po krejt njëjta janë. Janë parët, janë dashuria janë tema, çdo gjë. Edhe droga, krim. Nxënës, fëmijët, kanë interes përgjithësi për me pyet, u interesu për dukjen, për ato qefet e një adoleshenti, flokët, make-upi, veshmbathjet, atë vjen me të konsultu fëmija, vjen me se ti je më afër ty, në ndryshë është një prind e ka veç atë fëmijë të shtëpia, po ti mundesh për këtë ma shumë me i pyet mësueset e ciklit tolt, për shkak se aty pak fëmija kanë mes vete, fillojnë ato jo test po veshësh firmato, jo ashtu, jo kështu. Mandej kur të rritën, jo dhe aq s'kam dëgju asnjëherë. Edhe pse thonë që ka probleme, po ato ma shumë po fillojnë nga moshat ma të vogla. Më thonë, shikoj atë si e vesh, garanti kam bledi, nuk e di. Ka ndodhë që ka ndru edhe klasë edhe kështu. Për kësi punë? Për kësi punë, po. Ekziston ende, ama ma të mdhaja kur po janë, së të mos të vajzat është kjo fenomen, se jo të djemë. Ndoshta tash prindërit po detyrohen me mos me u dallu fëmijëve. Më thonë pe binat pozit ndoshta të vështirë me nxip, po munden me adal, po nuk pedallojnë fëmijën e vet nga tjetri, sidomos te vajzat. E sheh njëjtin stil e kanë, njëjta s'ka ndonjë dallim me thonë, ky fëmijë është i veçantë ose sa mirë po veshet si mosha e vet. Zakonisht fëmijët e kanë vrejt një fenomen që po mundohen me u dok sa më të mëdhaj. Po fillojnë me ndojnë ngrim që nga klasa 5 dikush, edhe pse normalisht na nuk i lejojnë, po janë ato fytyrën që e lynë që s'është e hish me një fëmijë i vogël, me dëmtu atë fytyrë ashtu të bukur e të mirë me lloj gjanash. Nuk e di, unë mendoj që shumica prindve janë të vetëdijshëm, edhe ja blejnë vet. Se s'ka mundësi që një fëmijë e ble se nuk janë edhe lirë. Hajde shkojnë shumica, kom di që shkojnë te kineze edhe ka që e kom bërtiti, kom thonë mos e zbon, apo doni me shkatru fytyrën e ju, ato kanë edhe damshme, po,
publikuar. Po shumicës kur ti shoh për shembull hite kjo kozmetika që është edhe drogeri që është kjo Lili, aty e shef që shumicën e ki fëmijë, nuk e di nga i kanë ato të holla, edhe nuk është lirë. Me thonë, s'di vetë prindërit ja blejnë, ta s'di çka të thanë. A argjon të uti për kataloga? Jo. Jo, unë jam një njerëz që shumë pak harxoj në grem me ble. Zakonisht deri të më harxhon. Edhe nuk është që shumë përdorin. Se shoh me plot kolege, shok, miq që begi investojnë në për kataloga. Thash ndoshta edhe ti kisha si përvoje që Jo, unë nuk shyri minimalisht. E arsyeshme, po, e arsyeshme. Mirë, se jo që s'ka nevojë, edhe ajo është e arsyeshme. Tash është kjo te muja është bërë trend edhe i ka pështu shumë familje, mos me shpenzu shumë, po fitojnë edhe dhurata, kështu që e veç unë e kum mshel, edhe unë e kum pas, po e heka se si smundje. I pas si loja që shën edhe ato ta këshy çka ka të reja, jo kjo, mos pe fito, jo e mirë, jo ta porosite, kështu. Ma mirë është me hek se shkoj rroga. I kum pas një jo një qem, po një 70 mesazhe po për atë me bo klikimin atë për me fitu dhurat. Edhe i kisha kuptu kur të janë fëmi të riqen, po kur i shifsha do pak më të rritun që jo që u mershin me to, po që kishin kohë me to. Unë mendoj që dalja e rrjeteve sociale që po përdorin 90 vjetrit e shef që shumica ende nuk janë pjekur menderisht, veç me mosh. Pse dalja e rrjeteve sociale? Për shembull, sociale me pjekur. Hajt lëndë çka. Po i shef sa janë nuk e di, shpesh ka ndodhur me pa mbas komenteve, çka shpërndajnë, se dalin aty krejt. Domethënë i vren që. Më kujtove këta rastet kur. Prandaj e kam mbyll Facebook. A ke mbyll? O s'pas ke vo mirë. Ka gati një vjet. Tash duhet me priti derisa data bojmë në emisionin YouTube për me pati. Një në Facebook. Oni se familjarë. Mi kujtoj të uta këta rastet e njerëzve kur shpesh më ka rastis. Fshima me foton e hek me foton e profil, mos më las një foto. Edhe dalin, apo di këto mosha më e vjetra, edhe del në sens që është të dasht më bukon një farë profili fantazëm për me komentuaj. Me pas lirin me komentu, mos me ditë kush është. Apo di mi komentom që shdoj. Po kompleksit për fotos është një farë, edhe ka shumë analiza me po për rrjetet sociale. Më interesant është kur të dalin komentet ku ata komentojnë edhe të veç e shef tu. O zot. Pas kam rri. Shka po shoh. Ma pash derin që t'pik. Mun ka ra me pa profil që nuk ka kur gjo përmbajtësor, po ka veç urimit të ligjen, edhe kur ka pas fest Bajramit ose vitit ri, nëse kum pa që u bo aktiv diçka të une, 4 heq me këshy shoki njeri, edhe s'kum gjetë kur gjo ato, edhe më njere kum pas që është ky, e dyshim diçka, mu nuk ndikush falë, se për shembull nëse njofën e te utën, ajo është aktiv, s'paku një thanje, një shkrim, një diçka e bën, kur i kum pa këto shpesh më njerë, e kum dhon atë komandën aty profilit që me bën seleksionimin. Edhe, di cila është mas interesant, ku i vren që janë pa pjekun, kur shkruan aty, mos del pa e shpërnda ky kali cjell fata dyqysh. Me qëto e vren që vërtet, jemi si një shoqëri që i besojmë çdo send që shoh. Si ta shpërndajsh 10 herë, keme fitu diçka. I kuptoj kompani që i kam për reklam, po marketing. Vetë vërtet është. Pa kanë klientelën. E kanë, po qëre, nëse përdoren si që duhet, mediat masive janë shumë të mira, shumë të arsyeshme për komunikim, për punë, për bashkëpunim, për lidhje, për... Për njoftojmë fisen, për më të që s'pe njohim atë rritë, që njohim shumë pak, për njoftojmë në atë mënyrë. Ju ka shumë që janë këto rrjetet sociale, për dim, ka e kemi familjar. Na kanë ndihmu shumë, sidomos neve që s'jemi shumë si fëmijë që lidhemi me tjertë, ose shkojmë te tjertë, vetëm dasma.
Na kanë ndihmu. Për shembull, mua më kanë ndihmu shumë me njoftu për shembull familjar. Sidomos nga ana e mamit që është pak më e madhe se nga ana e babit. Ama edhe po mendoj që na në login këtu i përdorim rrjetet sociale mirë, si ka Po. përdorim shumë. I Varet. përdorim mirë, saqë më shumë kemi fitojmë për rrjeteve sociale se sa që i shohim diçka shat ose që na sjellin problem. Për shembull, në Preshevë që të funksionon marketplace ose që logina shopit që kena marketplace-in tonë, funksionon mirë Facebook ajo. Po. Edhe që aty i gjejmë shumë gjana që edhe na ndihmon shitje edhe na ndihmon blerje. Tani edhe pjesa tjetër e informimit. Faqe zyrtare funksionojnë. Faqe zyrtare Facebook funksionojnë tani. Ta Ose Facebook profilet zyrtare, i Po. kena që aty zyrtaritetin e kena na. Njoftimi zyrtar në Facebook bëhet. Po, Nuk gjithçka. bëhet dikon ndonjë gazetë zyrtare, siç ka ndonjë çdo shtëpi ose ndonjë portal zyrtar. Në Facebook bëhet. po shoj Rrjete veç, sociale. nëse unë kam diçka me bë zyrtare, nuk duhet me qit prej emrit tem, prej profilit tem, duhet me qit për institucionit. Këtu pajtona plotësisht, po kështë diskutuar vetë se çish funksionojnë. Po, A vete, Po. domethënë çish e përdormi në rrjetet sociale. Tani sa është e duhur ajo ose ajo metodë funksionimit, sa është e duhur është diçka tjetër diskutim. Gjatë të cilën pajtona me ty. du me bisedu diçka tjetër se që kjo tema shumë e gjon, edhe muj me kalu shumë kohë në këto, po a keni mendu tash te ut për pushimet dimnore, e di që ti ecë shumë vende viziton. A ke mendu me shku dikun për dimën, kështu ndonjë vend ku ka ma shumë borë, se deri tash tani halas ma ka Tash arë veç bora. nëse bjen Gjermani po. Të vllau. Të vllau. Ndoshta. Ah. Ende nuk e kam vendosur. Ndoshta taj. Se mendova mos do me shku me vizitu Tetovën, Rogovën, Kopanikun. Është interesant që vetëm një herë një jetë kam qenë Brezovic, edhe në Bog kam qenë dikur ka shtatori, tetori ka qenë një periudhë jo e dimrit, edhe në Brezovic me kolegë pas ndodh një herë, mas një herë. Interesant. Ku mendu se kish ku i ke vizitu, i ki pa Jo këtu? krejt, është interesant. Ka vende që janë afër që s'm kanë nëse. Ha, Ama edhe Varet. për këtë vit nuk ka vonu bora këtë rreth. Se vitin e kaluar me vitet e tjera, që shumë më në këtë kohë të vitit, domthonë koha vitit të ri ka pas borë. Për ke mujtë me shku një weekend diku me kalu në borë, me skiju e këto gjana po. Disi të na meshkujt organizohen, shkojnë gjithka. Te femrat është pak ma ndryshën, në rallgjen. I kemi edhe na do pista natyrale kështu, aty ka livadishejtë, ka Sorotica, ka Po, Shoshaja, i kemi do. Zotica, shumë interesant. Kur isha adoleshente, ndukut, ose pak më e madhe, mbahej Winterfesti në Corotica, ka qenë shumë një festival i mirë, edhe më kur mjetë së bu. Ka qenë me të vërtet, do shta shoajbi ka qenë shumë i vogël. I ri, si më kona, s'kam Në guxu ekstrem i marrë. vogël, u kon. Kur mbajt Winterfesti, ka pasa Summerfest e ne, shumë kanë organizuar rinia për para. Dyqysh ma janë marrë organizatët, ndoshta mbasi pasi kam pas më shumë sponzora, mundësia, nuk e di. Sa atëherë s'jam marrë me asnjë organizatë, as kur gjë veç kam qenë kështu kam shkuar. E ki pa njoftimin edhe, po. Po, çdo Jo, ma festival. edhe- Edhe në bas shoqërisë. Për shembull, ki pas shaka i të kaftu, ftoj shoqënin, ande këdej dhe. Edhe për konkur po folën e shemojnë më ndukun edhe vetë organizimet e disa grupeve brenda grupit. Po. Një grupi të vogël brenda grupit të madh janë konë më të shpeshta. Për shembull, në shkollë të mesme kur jam konë ka pas një grup që i bëj këtë. Jam konë do shumë. Njerëz më me energji. Më me energji, edhe ata e bëshin që këtë. Unë e mend që në diçka Winterfest pak a shumë. Po çaj është? Pat më bote kisha. Këtu, Për te herë Livalli, parë te unë kisha. te kisha, Po. mandej u kon dytën herë. A vede, u patëm boqë që Ai, edhe s'ka po, pas ta. organizat, ba, Që mund bjet marak që s'ko këshna kanë ko. organizu. Kur i pinzanës edhe kjo. Edhe s'kam prit organizat në bua diçka, u kom Ama vetë ju kon, ama iniciativë. Kam kryesisht. ngul sa ju kon. Po. Tash s'po Ka ka as vende, protesta dikon. mos. Ka Lemo. rëndje dikon për shembull kanë mundsu. Po tho, e po mirë, s'ka kon më shumë hotel. Me që di që 2 herë mirë e pas na harru te kisha po edhe në Corotic. Edhe Summerfesti te bazenti o majtën, po mo veç gjatë e fest që ai gjani. Një diçka shumë e mirë që mi bo thirrje krejt këta që janë pasive, që po na dëgjojnë,
që hajde imi gati, mujmi me bo diçka, jo, ndoshta çaty e kemi, çaty është Sorotica, çaty është Po. Livazë Shej, çaty është Po. Kisha, çaty janë krejt, kështu që mujmi me organizu edhe punime me shëndru vendin ton atrakcion Po. dimrore, verore, se natyra na ka dhënë gjithçka, po veç me ditë si me i mirë përdor edhe mos me prit gjithçka çka po bën për shteti lokal, mos me prit apo fiton ndonjë organizat ndonjë projekt, po ndiçka me baza vullnetare, ndiçka me vetë iniciativë, kish me dalë shumë mirë, e di që edhe shoajevi spriton për kësi punë, po edhe ti te ute di që spritoni, ndoshta kish me qenë një nismë mirë me do 3 Po. I shoh fëmijët trit janë kështu entuziastë janë. Kanë ideja shumë. Pse mbje gati se te krejt organizatat me marr pjesë. Edhe e shoh që me të vërtet kanë dëshirë me punu, kanë dëshirë me bo gjithçka, po ndoshta edhe te ne ka njerë kanë frikë me shpreh ato që dëshirojnë, nuk e di, nga paragjykimet. Nuk çdo herë shpesh organizohen, domethënë ligjërata për këtë gjë, dhe prap veprojnë njëjtë, domethënë prap ruhen. Nuk e di pse është ky fenomen. Përpara nuk i pas, po prap ama tash gati se shpesh do organizat sjell dikë që ka lidh, flitet për stereotipe, për gjithçka dhe prap veprojnë njëjtë. Unë mendoj se si shoqëri duhemi me ndryshu, me shku te para, jo me ngec aty, sikur para shumë vjetëve. Unë e shoh atë fëmijët, mendimet e tyre nuk kanë evolu. Ato mendime i kanë sigur një fëmijë kur ka qenë moshën teme ose pak më herët. Çato mendime i kanë? Nuk kanë këshirë me ndryshu ose me këshirë më të arsyeshme. Po shpresoj që me kalimin e kohës të ndryshojnë këto gjëra. Puna me çdo gjenerat për vetëdijsim lidhur me paragjykimet është e arsyeshme, se ndoshta ata më herët i kanë kalu, po tash kur kanë rri këta gjenerata tjetër, janë thjesht në njëjtin nivel. Kjo që është shumë e nevojshme dhe domethënshme që me punu me secilën gjenerat, për atë arsye janë bashkëpunëtor dhe aktivitetet jashtëshkollore, këto koha e lirë, edukimi jo formal, këtë këto kontribojnë që të rritë me ndiku në vetëdisim për me eliminu paragjykimet, se a di që është me thonë ma fjesht paragjykimi për ata që punojnë në kopsht në bache, e hekin shpesh barin. Po mas një jave, nëse së rri gati barit, aja pet e bënd vetën. Kështu që do rregullisht duhet mi nejt gati me qenën ata bartësit që punojnë me trit, me fëmijë, me i nejt gati këtyme që me i dhon vullnet, me i dhon shtys fëmijëve, trive, që me te kalu frikën, me te kalu paragjykimin, edhe pse kanë tendenca prej moshatarve, prej njerëzve të rrethit që ndoshta jo me i motivu, po e kemi na një dozë jo të mirë të humorit, kur shpesh thojmë se rri se s'është puna jote, rri se ka tjerë, rri se s'deti dhe plot tjera. Kjo është i vetmi dallim prej kulturës perëndimore. Na dhe ata që të dallojmë. Sa ata i thonë, hec provoje, hec shko, ti mundesh, jo një është tjetra, për që ato na jemi këtu ku jemi, edhe ata janë aqe ku janë. Këta njerëz tanë, ku të shkojnë, lullzojnë. Vetëm këtu jo. Vetëm këtu jo. Kur gjës na mungon, po është vetëm kjo që... është edhe interesant, nëse këto e ka bo Shoaibi, ka me thonë, o, çfarë fantazeri. Nëse e ka bo një Heinza, ku e di unë, një Michel i Francës, ka me thonë, wow. Më dhe një interesant. E është fenomen një interesant. Nëse bo ndonjë joni e përqeshin, e ulin poshtë. Shpesh gjanat e tana, njerëz të tanë që prodhojnë diçka, që krijojnë diçka, që bojnë diçka dekorative ose do një produkt e gjenë në Prishtinë ose në Tiranë edhe më larg dikun. Edhe kur e bie këtu e kupton më vonë që e ka po dikush i këtuit. Edhe mu shpesh më ka ra mi mësu do njerëz edhe më ka thonë, po nuk e boj këtu marketingu, nuk e boj këtu publicitetin, se s'pun vlerësojnë. E ndoshta kjo është një diçka që më i dhon porosi, po ashtu këta temve që një lloj dritare është edhe po dhe me kasti,
kretë ata që shohin mundësi edhe i najmi të gatshëm me bashkëpunu me gjithë secilin, me dhënë hapësirë, me i promovu cillin do prej tyne, edhe bashkë me juve, me Shoaibin edhe me Teutën, do me thonën kushdo prej neve jemi të gatshëm, me si cilin që është i gatshëm, me kon pjesë e jonja, me kon pjesë e emisioneve, pjesë e platformave që i kemi organizimeve, me bashkëpunu dhe me pasë shka mund me bo bashkarisht. Që në këto e shfryzoj rastin tash me i falemderu edhe ata që na mbështesin për me realizu këto emisione, sponsorët që po besoj që shfaqen gjatë emisionit. Shoaib, diçka më duket dy herë fate më ndërpre? Pata më ndërprej, po gatë shko. edhe mu e kemi afru fundit. Edhe jo, të kjo pjesa që i dhënjes mundësive ose mbështetjes së këtyre këto gjëra. Unë mendoj që edhe mbështetje shumicën e rasteve mbreshe mundesh me gjuhë. Edhe vetë se sa ki konsistent, sa ki vazhdueshmëri. Se edhe nëse ndërën e parë nuk gjon mbështetje, unë mendoj që nuk t'le pauzë. Nuk t'le pa tregu se kështu se unë s'u bë ndihmë, po ç'kyt ndihmë. Ose kjo të ndihmë. Se për në me ka me pas një përvojë boll gjatë edhe me studenta edhe me aktivista me këta këto gjëra edhe kemi kry punë sa herë. Kemi operu. A mendon ti që prindërit janë faktori i parë kryesor që fëmia nuk i ka realizuar ëndrat e veta? Po be. Se prindi më kon dikus? Se prindi më kon dikus. Se prindi është edhe nëse unë i mri ëndrat e mia, unë sa i thon vetas faleminderit, thonë edhe familjes. Po ma cili prind nuk ka qef me mbërrit fëmia sukses? Po, ama një problem që e shoh te prindrit tash është që unë po du mu po fëmia jem që shpo du unë. Ajo është Ose që shkom dasht unë. Jo, ose që shkom dasht unë. Ama jo, se ti e ke pas një realitet tjetër për e fëmijës tonë që e ka sot. Ose edhe një çën që unë shumë jam të pa problematike në edukim. Është kur nona i thot të bij ose se baba i thot djalit, ose që dush me rre. I thot, unë s'ko mujt të bënë. Që kjo për një të kej. Që kjo për një mosh të na sos. Ma kujtove atë farmacistin, se kimi kiti ilaç, po meri këto se... Ama unë s'ko mujt të vazhdo të gjallim, të bënë, se mu s'm kanë nona të. Okej, isha pajtu për shkollim, nëse s'kemi pas kushte për më shkollu, vazhdo tash ti, ajo shumë më mirë. Ama shkollimi nuk është tash ose luks ose nuk është çështje kushte në shumicën e rasteve. Është bëhet shkollimi, kryet. Po është shumë gjëra tjera që për ne janë me t'ja pa hajrin ose sherrin, më shumë se sa hajrin, ose kemi m'ja pa dikur ma vonë. Po sasia e arsimit në shumicën e vendeve e prodhon edhe cilësinë. Po po mungesa e arsimit në kohën e prindit, tash është në ndik. Është ty e ka burru që këtë qasje në edukim e këto gjëra. Mos thom që jemi gjenerata e parë, po jemi ndoshta ndër gjeneratat e para prej atyve që kemi një farë arsimimi të lartë, se gjyshrit e tanë nuk kanë ditë ndoshta shkrim lexim, edhe kur e kanë shkruajt emrin e kanë shkruajt në një gjuhë tjetër, qoftë me shkronjë arabe ose çirilicë ose kandugisht. Jo më larg se gjyshi, domethënë. I rralli gjysh prej neve ka pas njohuri që shkruajt emri vet. E tash llogaritë që për dy gjenerata ki pas prindi që ka qenë me një shkollim dediku, është eduku mas shumë prej mediave, prej gazetave, prej rrethit, prej rrethanave të kohës, ngritjes së linjës kombëtare, këto qera, a tashmë na jemi gjenerata e parë kur e kemi një arsimim të lartë, edhe e kom parasysh që nuk mundi me konë shumë cilësor, ndoshta krahasu me disa qytete ose disa vende për rreth neve, se ata kanë pas universitetin 100 vjet ose 200 para neve. Kjo është ndikimi që e bën arsimimi, është afat gjatë. Po mendoj që është të i kalu kjo ndikimi i prindërve që përmendit e uta.
Pse prindërit e sotëm janë ma këmbgulës për notat mira e jo për dijen e fëmijës se sa për para? Ajo është ai kompleksi që përmendi shuajve, ata kanë problem me veten, jo fëmia, se shumë më mirë është fëmia me i ditë gjanat, se me marrë një notim, se ai gjithmonë po mësohet tash pe kultivon ndjenjën me pas një vlerësim, me pas një pensë, me pas një dhëçe. Na kemi plot shok, së kërune, që kanë pas shumë pensë, kanë pas shumë dhëçe, po kur të rrinë sot me neve, nuk janë gatshëm më ta thurrë një fjali deri në Po. fund, se ata kanë mësu më konë një lloj papagaj, se ka papagaj që ju ushtron njeri, Po. edhe ditë më ta thonë edhe një poezi edhe një këngë, po nuk jom të vetëdijshëm çfarë po thojnë. Që po thojnë tash analfabet funksional. Kjo po mendoj që është më shumë që duhet me marrë shqetësim prindrit, jo fëmijët. A fëmijët në këso rrethana duhet me i thonë që për mua është më rëndësi sa di, po me mujt me te i kalu atë inatin e prindit, në këtë rast, me bëhat kompromisin edhe të mësimdhënësi edhe të prindi, se në këtë rast po jetë veç viktim fëmija. Po. E unë e dyshoj të mësimdhënës që nuk e bojmë vlerësimin që duhet, se nëse një semestër se ka bërë që duhet që një semestër e përmison, ose Jo, na ngrit, e ose bojmë si duhet, po ato nga jashtë. ndikimet, po. Sidomos problemi më i madh është prindërit. Fëmia është i kënaqur me notën që e merr, me të vërtetë, po prindi nuk është. Një pyetje kështu, a mendon ti që prindi mjaftueshëm e njeh fëmijën e vet ditë sot? Okej, s'po flas për kohë ma Jo, para. për sjelljen në shtëpi është i njoftum secili prind. Për sjelljen në shtëpi. Edhe për në shkollë dhe jashtë shtëpisë shumicën e fëminisë nuk mundemi me njoh, se ndryshe sillet fëmia me shoqëni, ndryshe sillet në rrugë, ndryshe kur tjetë te shkolla, ndryshe te shtëpia, pavarësisht sa i folin, pavarësisht sa i rrin gati. Tash na jemi tu shku tek ajo që me boj gjeneratat pavarur, nëse jemi as i prindi që i shkojmë bisht të fëmijës, atëherë po bëjmë fëmijë të varur. Këta fëmijë të varur gjithmonë kanë me konë fëmijë të ananësh, Po unë mendoj që shoqënisë. fëmia sot mbarën shumë prej prindit. Ajo është jo e mirë edhe për fëmijën, po edhe për prindin, se ato fëmijë kanë me ne gjithmonë kur të rritën kanë më shoqënu, jo, se nëse së rritën ata bashkarisht, njëkohësisht, në për shumë sfidat përbashkëta, ai ka më mësu mundu janë shkalum, edhe kur t'i boja e fëmijë 18 vjeç, 20 vjeç, ndoshta rritash me këta qertë, po ai nuk i ka do përjetimesh e kanë kalu këta qertë. I ndihun e për të prind thonë, po mëson mu shajt për jashta, nuk fillon me dalë se mëson mu shajt. Po cili prind ka qef me mësu fëmijën mu shajt? Asnjë. Ka me mësu ato. Ti Ka me dush, ditë. puna jote është me mësu që mos me bot në shprehi, mos me përdor, mja ka dhu pse s'është arsyeshme me përdor, se ajo është një diçka që ka mu mësu, po ka me mësu në rrugë, po cili fëmijë që del në rrugë, që ai prindi ka thonë kur dilsh në rrugë shaju. Asnjë prind nuk thot asnjë fëmijës dil në rrugë shaju. Po ajo ndohet për jashtë. Ma edhe që e fëmin është të ka shaj, po si ke kuptu, se të ka shaj në gjuhë tjetër, në gjuhë që e kam mësu në telefon, e jo në rrugë. Po. Ose ka murmurit të shkute me zi ka folë. Ato së një mohon të mësumë në përsha. O vëdi se e ka qasin. Ka qenë vetë sharja. Po tamam, shajtë në për e mërë. Së në mohon prej asaj, se aje ka qasin në një mënyrë, apo në një tjetër, aje qasit, ta i informacion, ta i mësim. Faleminderes Teute, faleminderes Shuajb për këtë nismë me temë relaksuese pak më shumë të vitit 2026 të Podemekastit. Unë po uroj sërish edhe një herë një vit mbar. Na kemi me qenë një ekip që kemi me vazhdu atë punën tonë, nismën tonë, me misafir të qerë, me misafir të radhët, kështu që të gjithë ata podemekastat kemi mu mësu tash me pa ndoshta ma shpesh edhe Shuajbin edhe Teutën, varet prej hapësirave mundësive që na krijohen. Edhe e falemnderoj sinqerisht ekipën e kamermanëve, montazherëve që po e bën një punë të mrekullueshme me këto materiale që po na përcjellin, Focus Studion, edhe sponsorët që besoj ma kujton emrin Shuajbi, Elhakars.
Firma që merret me shitblerjen e makinave. Po krejt ata që dojnë me pas makina të mira dhe e mundi komod e kanë rastin te një njeri që është i suksesshëm i joni, po është i suksesshëm në Zvicër, po edhe këtu, edhe ka shpreh interesim që është partneri joni mbështetës për realizimin e misioneve tona. Miru takofshmi në epizodet e radhës.